Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku me historinë e radhës. Këtë herë do të ndalojmë tek historia e Albertit. Dy vëllezër, të cilët kanë patur një jetë shumë të mirë, por ardhja një nuses në shtëpi, do me thënë Alberti është martuar, ka shkatruar krejtësisht raportin e tyre. Fenomene që ndodhin tani në ditët ku ne jetojmë, shkatrimet mes vëllezërve nga ana e nuseve, por në këtë rast është më e keqja, sepse Alberti ka zbuluar një sekret që e ka tronditur për gjithë jetën. Letra shkruan kështu: U linda në një familje me rregulla të forta, ku fjala e babit ishte liq dhe nderi i familjes ishte më i shtrenjtë se sa jeta vet. Nuk ishte e lehtë të jetoj në një shtëpi ku fjala vëlla kishte një kuptim të shenjtë. Aq e shenjtë sa që edhe një gjarpër nuk guxonte të kalonte mes dy vëllezërve. Siç na mësonte baba ynë. Kështu u rita me bindjen se vllai ishte mbështetja ime, krahu im i djathtë, njeriu që do të më ruante kur të tjerët do të më lëndonin. Unë edhe ai bënim gjithçka bashkë. Nuk ishte vend ku shkoja e ai të mos ishte pranë. Edhe kur vendosa të martohem, ai ishte aty, më afër se kushdo tjetër. Gruan time e doja më shumë se veten. Ishte e butë, e ëmbël, e sjellshme dhe e pamjaftueshme me fjalë për t'u përshkruar. Më dukej sikur Zoti ma kishte sjellë në jetë si shpërblim për gjithë përpjekjet e mia që unë kisha bërë. Jetonim të gjithë në të njëjtën shtëpi. Ashtu ishte zakoni, ashtu ishte tradita jonë. Familja nuk ndahet, qëndron bashkë. I kisha propozuar disa herë që të largoheshim, të ndërtonim diçka tonën, por ajo gjithmonë më thoshte me një buzëqeshje të butë: Jo, shtëpia jonë është këtu. Dhe unë e besoja. Besoja sepse kisha një grua që nuk më kishte dhënë asnjëherë arsye të dyshoja. Besoja sepse vllau im ishte aty, ai që e njihte dhimbjen time dhe sekretet e mia më mirë se kushdo tjetër. Por ajo që ndodhi më pas më coptoi krejtësisht. Pas vetëm 3 muajsh martesë, gruaja ime mbeti shtatzën. Isha në qiellin e 7. Ishte fëmia im i parë. Ishte fryti i dashurisë sonë. Të paktën kështu ne besoja, derisa gjithçka filloi të bëhej e çuditshme. E kuptova që vllau im po ndryshonte. U bë i mbyllur, i largët, i friksuar, fliste pak dhe sytë e tij nuk më shikonin më si dikur. Kishte ditë që qëndronte i mbyllur në dhomë dhe zemra ime filloi të ndjente ankth. Një natë e pash gruan time duke folur me të në heshtje, të afërt, me një gjuhë trupore që nuk mund të fshehte sekretet. Atë natë nuk fjeta. E dija që diçka nuk ishte në rregull, por nuk doja që ta pranoja. Por e vërteta më goditi si rufeja. Ishte vllau im, ishte gruaja ime, ishte fëmia që nuk ishte imi. E zbuluam kur ai, i dërmuar nga fajësia, shpërtheu në një krizë nervore dhe e pranoi gjithçka. Lotët e tij nuk mund të lanin turpin. Kishte frikë, kishte turp, kishte dhimbje, por dhimbja e tij nuk ishte asgjë përballë asaj që më shkatërroi mua. Gruaja ime, ajo që e besoja më shumë se jetën, kishte krijuar një lidhje të fshehtë me njeriu që e quaja vëlla. Dhe fëmia që prisni me aq gëzim ishte gjaku i tij, jo imi. U ndjeva bosh, si mos të ekzistoja më, si të më kishin vrarë shpirtin ndërsa isha ende gjallë. U ndava dhe ajo iku. Ai iku. Dhe unë mbeta me prindërit e mi. Dhe me vajzën që e duam me gjithë shpirt, edhe pse nuk është biologjikisht e imja. Ajo është viktima më e pafajshme e kësaj tragjedie. Dhe unë do t'jem gjithmonë aty për të. Vëllau im, ai që mendoja se do të më mbronte nga çdo e keqe,
u bë vete keqja ime. E dashura ime, ajo që e besoja me sy të mbyllur, ishte thika që më vrau më thellë. Dhe sot, unë nuk besoj më në vëllazëri, nuk besoj më në dashuri. Besoj vetëm në Zot dhe në vajzën që ka nevojë për një baba, edhe pse nuk jam ai që unë e solla në këtë botë. Nuk ka dhimbje më të madhe se sa të tradhtoj gjaku yt. Kam jetuar gjithmonë me bindjen se familja është gjë më e shenjtë në këtë jetë. Babai na rriti me dorë të fortë, por me zemër të pastër. Na mësoi të jemi të ndershëm, të drejtë dhe mbi të gjitha të jemi një për njëri tjetrin. Vëllai nuk preket, as nuk tradhtohet. Edhe gjarpri kur kalon mes vëllezërve ndalon, thoshte ai gjithmonë. Me këtë frymurita, e doja vëllan tim si veten. Kur e shihja një pjesë të shpirtit tim. I kam besuar më shumë se kujdo tjetër në këtë botë. Ai ishte ai që i tregoja çdo hall, çdo gëzim, çdo dyshimin tim. Nuk kisha asnjë ide që pas shpinës sime po ndërtohej tradhtia më e ndyrë që mund të përjetoj një burr. Dhe ajo nuk vinte nga armiku, por nga dy njerëzit që i doja më shumë në këtë botë. Kur u martova, mendova se jeta ime kishte nisur më në fund të marrë formën që gjithmonë e kisha ndruar. Gruaja ime ishte ëmbël, e edukuar e matur. Çdo gest i saj më bënte të ndihem si burri më me fat në botë. Jetonim të gjithë në të njëjtën shtëpi, ashtu siç është zakoni në familjet tona. Kishim një ritëm, një rutinë që më jepte ndjenjën e sigurisë e përkatësisë. E dashuroja dhe i besoja pa asnjë hezitim. I kisha propozuar disa herë që të largoheshim dhe të krijonim një stre tonën, por ajo këmbëngulte që të qëndronim aty. Tani e kuptoj pse. Aty kishte gjithçka që i duhej për të mbajtur të fshehtë një tradhti të pashpirt. Në të njëjtin kulm, ndërsa unë mendoja se ishim një familje, dy shpirtra më ngulshin thikën çdo ditë. Dhe unë isha aq i verbër nga dashuria dhe besimi sa nuk shihja asgjë. Gjithçka ndryshoi kur ajo mbeti shtatzën. Në fillim isha shumë i lumtur. Mu duk sikur Zoti po më bekonte me një dhuratë të madhe, por dal nga dal, gjithçka rreth meje filloi të zbehej. Sjellja e vëllait tim ndryshoi. Nuk më shikonte më në sy. U bë i mbyllur, i ftohtë, i humbur. Kishte frikë, një frikë që nuk mund ta fshihte. Dhe kur përpiqej të buzëqeshte, ai njeri që dikur ishte krah për krah me mua, u bë një hije e lodhur që sillej si i fajshëm dhe pa u pyetur, i ndjeja tensionet, por nuk doja të dyshoja. Zemra më thoshte diçka, por mendja ime refuzonte ta pranonte, deri në ditën kur e vërteta shpërtheu. Ai kishte hyrë në një depresion të thellë. Nuk fliste me askënd, nuk dilte më as nga dhoma. Edhe një ditë mes lotëve u rrëzua në gjunjë para prindërve dhe tregoi gjithçka. Se si kishte pasur një lidhje me gruan time, se si fëmia që ajo mbante në bark nuk ishte fëmia im, por ishte i tij. Atë moment nuk mund ta përshkruaj me fjalë. Ishte sikur toka u çanën këmbët e mia, sikur më vdiqën të gjithë për një herësh. Nuk isha vetëm i tradhtuar, isha i zhveshur në çdo ndjenjë njerëzore. U largova nga gjithçka. Ajo u nda edhe iku. Vëllai përfundoi në një krizë të thellë psiqike dhe unë mbeta me prindërit e mi. Dhe me një vajzë që nuk është e imja, por që e shoh si ëngjëllin që më mban në jetë. E dua ndoshta më shumë se po të ishte imja me gjak, sepse ajo është e pafajshme. Ajo nuk zgjodhi të vijë në këtë jetë përmes një tradhtie. Dhe nuk kam zgjedhur të mos e dënoj atë për mëkatet e të tjerëve. Por dhimbja që mbaj brenda nuk do të shuhet kurrë. Jetoj me kujtimet, me zhgënjimin, me pyetjet që nuk kanë përgjigje. Dhe vetmja gjë që më ka mbetur është zëri im për të treguar këtë histori. Ndoshta për të ndihmuar dikë tjetër të mos ketë besim aq të verbër sa pata unë.